Majda ishte një vajzë e vogël 3 vjeçe. Ajo zgjohej çdo mëngjes me një buzëqeshi që ia mbushte krejt dhomën me dritë. E kishte flokun ngjyrë ari dhe sytë blu si qielli i verës. Një ditë, Majda pa një flutur të kuqe që ul në dritare. Ajo u afrua ngadalë dhe e përshëndeti me zë të butë. Flutura hapi krahët dhe filloi me fluturu rreth saj sikur po e ftonte për një udhëtim të vogël. Majda doli në obor. Bari ishte i butë dhe i lagësht. Flutura fluturoi drejt një luleje të verdhë. Majda ul pranë saj dhe vuri re se brenda lules fshihej një buburrec i vogël që po lëvizte si i qartun. Majdës i pëlqeu shumë ai moment. Ajo i tha fluturës faleminderit dhe u çua me vrap drejt nënës së saj për t'i tregu krejt çka kishte pa. Nëna e mori në krah dhe i tha se natyra ka plot surpriza për ata që shikojnë me zemër. Majda qeshi. Ajo e dinte se çdo ditë mund të sillte diçka të re dhe të bukur. Edhe atë ditë, flutura e vogël u bë mikesha e saj e parë e vërtetë.